Zgjedhjet lokale në Kosovë pritet të mbahen me 12 tetor të vitit 2025. Presidentja Vjosa Osmani e caktoi datën zyrtare pas konsultimeve me partitë politike. Fushata vetëm sa ka nisur e kandidatët po shpallen një nga një. Disa kërkojnë një mandat të dytë, disa një mandat të tretë, e ka edhe të tillë që po e sfidojnë veten edhe për herë të parë në nivelin komunal. Por cilët janë kandidatët e zyrtarizuar deri më tash nga partitë politike? Nga vetëvendosja tashmë i kanë zyrtarizuar 7 kandidatura. Qemail Aliu aktualisht në mandatin e tij të dytë garon edhe për një mandat tjetër në komunën e Shtimës. Po ashtu edhe Shpejtim Bulliqi në Podujev, Kadri Rahimaj gjithashtu ka zyrtarizuar kandidaturën për një mandat të dytë në komunën e Kamenicës. E një mandat të dytë po e kërkon edhe Alban Hyseni, i cili është aktualisht kryetar në komunën e Gjilanit. Ndërsa një emër jo shumë i njohur, të cilin vetëvendosja e ka vendosur si kandidate për komunën e Drenasit, është Egzona Tërdevsi, e angazhuar tashmë për një kohë në politikë. Garës në zgjedhjet lokale për kryetar komune për herë të parë po hyn edhe Valon Prebreza, që synon fitoren në Fushë Kosovë. Një kandidaturë tjetër, ndoshta pothuajse e pritur nga ana e lëvizjes vetëvendosje, është ajo e Halil Thaqit në Obileq. Të shohim nëse Thaqi do të mund të largojë Xhafer Gashin nga LDK, i cili është në krye të kësaj komune tash e 3 mandate dhe po synon edhe mandatin e 4. Sigurisht pritet të jetë një garë e fuqishme. Ndërsa një kandidaturë tjetër për të cilën po mirë po nuk ka ende asgjë zyrtare, është ajo e tash ministrit në detyrë nga lista Guxo si kandidat për kryetar të Mitrovicës. Ndërsa nga PDK-ja, partia që aktualisht ka në udhëheqje më së shumti komuna, kanë zyrtarizuar vetëm 2 kandidat. Shaqir Totaj në Prizren kërkon edhe një mandat tjetër dhe Ramiz Ladrovsi kërkon edhe një mandat tjetër në Drenas, i cili është në krye të Drenasit që nga viti 2013 dhe vlen të theksohet se në udhëheqjen e tij komuna ka fituar 6 herë çmimin për qeverisjen më të mirë lokale. Deri tani nga partitë e tjera nuk shihet të ketë ndonjë kandidat serioz të për komunën e Drenasit, që ndoshta do të mund t'i marrte fitoren Ramiz Ladrovsit, mirë po natyrisht kjo mbetet të shihet. Edhe nga Lidhja Demokratike e Kosovës kanë zyrtarizuar vetëm 2 kandidatura. Arbër Ismaili garon për herë të parë në nivel komunal në Gjilan, ndërsa Përparim Rama rikandidon për komunën e Prishtinës. Ndërsa, po ashtu një lloj edhe si vetëvendosja, edhe AK-ja ka zyrtarizuar 7 kandidat. Zenon Eleza i kërkon mandatin e 3 në Klin, Bali Muharema i synon edhe një mandat të ri në Suhareg, Ardian Gjini po ashtu kërkon të vazhdoj një mandat të 3 në Gjakov, Smajl Latifi pritet të garoj sërish në Rahovec, Bashkim Ramosa i synon të mbetet në krye të Deçanit edhe pas 3 mandateve, Ali Berisha i është rikthyer garës në Pej pas 2 mandateve të mëhershme në këtë komunë, ndërsa Ajet Avdyli hyn për herë të parë në garë për komunën e Artanës. Dhe për fund kemi PSD-n, partinë e cila u tërhaq nga zgjedhjet qendrore, mirë po duket se po rikthehet fuqishëm në zgjedhjet lokale, duke përzgjedhur 2 gra për kandidaturat e para. Natyra Kuqe, e cila po kandidon për herë të parë për komunën e Deçanit, dhe Besa Shahini, ish ministre e arsimit në Shqipëri, e cila po garon për Prishtinën. Shpresojmë që edhe partitë e tjera, pra ato më të mëdha, të marrin një shembull nga kjo parti dhe të kandidojnë më shumë emra të grave për kryetare të komunave. Ndërkohë vendi vazhdon të mbetet ende pa një kuvend funksional. Kanë kaluar tashmë 4 muaj nga zgjedhjet parlamentare, por institucioni më i rëndësishëm legjislativ në vend ende nuk është konstituuar.